Përshëndetje gjithëve, kësaj herë në podcast kam një tematikë ndryshe sepse nuk do të fokusohemi në territorin e Shqipërisë, do të shkojmë në Angli, më konkretisht në Londër. Atje bëhet një punë shumë e mirë nga shqiptar atë dhe dashës, që nuk e kanë harruar gjuhën, nuk e kanë harruar kulturën, nuk e kanë harruar traditat, por gjithmonë mundohen me iniciativa sado të vogla, por edhe të mëdha që të përshfaqin gjithë atë që ne kemi si shqiptar. Kemi një mirësi shumë të madhe, një zemër shumë të madhe për të bërë gjëra të bukura dhe personazhi që ne kemi është një prej tyre. Po flasim për Zysh, unë preferoj ta quaj Zysh, Solinda Ponari, pjesë e shoqatës Ardhmëria. Faleminderit shumë që jeni me ne, zonja Ponari. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Unë bëra një prezantim jo konkretisht për ju, por paka shumë veprimtarin që ju ndërmerrni. Ju merrni me nxënësit shqiptar, fëmijët shqiptar, i mësoni gjuhën shqipe, por jo vetëm. Si lindi kjo ide tek ju? Po, shumë e vërtet. Çdo gjë që ju përmendet më lart është shumë e rëndësishme që ne të ruajmë të gjitha tradita duke përfshirë këtu në radh parë gjuhën shqipe. Prandaj mundohemi ta kalojmë këtë gjë edhe tek brezat e ardhshëm. Kjo gjë ka filluar që në 2005-ën, të paktën për kaq sa kam informacion unë, nga mësuese që kanë vite eksperiencë përpara meje, është hapur si shoqat, jo vetëm Ardhmëria, por edhe shumë shoqata tjera shqiptare në Britaninë e Madhe që japin mësim të gjuhës shqipe dhe vijojnë deri tani që jemi gati në 2026 dhe shpresojmë të kemi akoma më shumë interesime në vitet në vijim. Unë jam juriste në profesion dhe kjo gjë thjesht më lindi si një nën e 3 fëmijëve vet, si një zonjë që dua gjithmonë t'ju flas shqip fëmijëve të mi, që dua t'i mësoj ata për rënjët, për ardhjen e tyre, dhe thjesht kjo gjë është pra ka lindur si një ftesë nga drejtori, Zoti Lutfi Vata, për punën dhe nga aty pastaj vijoj gjithçka. Ju ndërkohë ushtronit dhe profesionin e juristes? Shiko, unë kam ardhur prej 12 vitesh vet në Angli dhe kur kam ardhur këtu, domethënë nga Shqipëria jam larguar vetëm me shkollën e mesme, pra me gjimnazin, dhe si fillim thjesht kam studiuar për veten time, kam mbaruar universitetin për juridikun në një nga qytetet e Londrës. Dhe nuk e kam ushtruar tamam si profesion, përveç se disa punëve të shkurtra, vullnetare, disa ditësh dhe disa aplikimeve të vogla online që unë bëj. Sepse për momentin kam lënë karrierën më njanë dhe jam përkushtuar familjes dhe fëmijëve, duke qenë se ka një mosh poshtë 3 vjeç, të paktën 2 të voglat e mia, sepse djali është më i rritur. Jam përkushtuar familjes dhe e kam lënë më njanë punën time të parë, pasi kërkon shumë përkushtim, kërkon orar zyrtar 9-5, 8-6, diçka e tillë, dhe thjesht e kam lënë më njanë për momentin dhe po merrem vetëm me mësimdhënien që duhet vetëm një ditë në javë dhe një ditë në javë unë i marr dhe fëmijët me vete dhe për mua është domethënë shumë mirë. Zonja Ponari, a kanë ndikuar fakti që ju keni bërë shkollimin atje, keni bërë shkollën e lartë, pra mënyra dhe qasja që kishin studentët britanik, autokton, me ju, për faktin për t'i mësuar dhe shqiptarëve gjuhën shqipe, që të ndihen më të bashkuar dhe të ndihen si pjesë e një komuniteti shqip edhe në një vend të huaj? Ka ndikuar deri diku. Gjuha shqipe tek unë nuk është shuar kur si person, tek njerëzit që unë njoh, tek njerëzit që më rrethojnë, shoqëria ime e ngushtë janë të gjithë të komunitetit shqiptar. Nuk ka ndikuar shumë, por ka ndikuar në një pjesë ku kam dashur gjithmonë t'ju tregoj shokëve të mi të universitetit që jam krenare vërtet. Ky është vendi nga unë vi, kjo është gjuha që unë flas. Dhe kam dashur gjithmonë t'ju tregoj aty, gjithmonë kur kemi pasur këto festat që bëhen kudo, apo në çdo lloj shkolle tjetër, festat e ndryshme si le të themi për Krishtlindjet dhe vitin e ri që bëhet një party në çdo vend pune bëhet kjo dhe jo vetëm në shkollë. Gjithmonë kam zgjedhur të vi me një valle, për shembull, me një kërcim, dhe pse ata mund të mos ishin në dieni fare nga vinta i flamur
ose mund të mos dinin fare informacion ku është ky shtet kaq i vogël. Por thjesht kam dashur të përfaqësoj në atë vend të vogël ku unë kam qenë, kam dashur të përfaqësoj gjithmonë vendin tim. Ju ushtroni fëmijët, i mësoni gjuhën shqipe, ju e thatë vetë që zakonisht në shtëpi flisni shqip tek fëmijët tuaj, por a bëjnë të njëjtën gjë edhe shqiptarët e tjerë në Londër? A kanë ardhur tek ju fëmijë shqiptarësh që nuk dinin asnjë fjalë shqip? Dhe sa e vështirë ka qenë procesi më pas? Shiko, për të përgjigjur kësaj pyetje, është shumë e thellë në mendime dhe nuk jam unë askush për të gjykuar askënd. Ky është mendimi im që unë ju flas fëmijëve të mi shqip, por jo gjithmonë e marr përgjigjen nga vetë fëmijët e mi shqip. Pra, shpeshherë kur djali im ka qenë pak më i vogël në moshë, sepse tani është gati 10 vjeç, kam marrë përgjigjen që mami, shiko, këtu jemi në Angli dhe unë nuk dua të flas shqip, dua të flas anglisht. Thjesht sepse ai ka përtuar në thonjza të kthej përgjigjen dhe pse më ka kuptuar çfarë po i them. Thjesht i është dukur më e thjesht të përgjigjet në shqip, kur ai e ka anglishten më të thjesht. Kjo gjë ndodh në të gjithë prindrit, të paktën njerëzit që unë njoh dhe më rrethojnë. Jeta këtu është shumë e zënë. Më besoj që është më e zënë se në Shqipëri, të paktën ne kështu na duket. Jemi të gjithë shumë të ngarkuar me punë dhe përpiqemi të gjejmë rrugën më të thjeshta. Pra këtu nuk po flas për veten, po flas për shqiptarët në përgjithësi. Përpiqen të gjejnë rrugën më të thjeshtë dhe rruga më e thjeshtë është t'i flas fëmijës anglisht, sepse ai më përgjigjet më shpejt dhe më kupton më mirë. Pra kjo ndodh pak a shumë. Ka ndikuar mesazhet, ka ndikuar gjërat e ndryshme, ka ndikuar vizitat e tyre në Shqipëri, ku këta prindër nuk ndihen mirë pastaj që fëmia i tyre nuk flet shqip dhe ka ndryshuar. Përpiqen t'ju flasin fëmijëve të tyre shqip, përpiqen t'i sjellin, prandaj po i sjellin dhe në shkollë. Kemi fëmijë që nuk flasin shqip, pothuajse fare, tani ndonjë fjalë përshëndetëse, por ka nxënës që nuk flasin shqip, sidomos nxënësit, theksoj këtu, që kanë njërin prind nga një vend tjetër, jo shqiptar, jo shqipfolës. Qartë, po ashtu ju thatë që vetëm një herë në javë ushtroni këtë aktivitet me fëmijët. Si ja bëni më shumë interesante, duke qenë se është një shtojës, le të themi, krahas mësimit që bëhet në shkolla për 5 herë me javë, dhe sa interes kanë ata që të mësojnë, që të argëtojnë, për të njohin dhe kulturën, gjuhën shqipe dhe gjithçka që lidhet me vendin e tyre. Përpiqemi të japim më të mirën tonë dhe ta bëjmë mësimin sa më interesant. Pra ky ne e quajmë shkollë shqipe, ardhmëria, por ky është më shumë si një kurs i gjuhës shqipe, siç bëhen kudo kurset e gjuhëve të ndryshme nëpër botë. Është vetëm 2 orë çdo të shtunë dhe kështu funksionojmë të gjitha shkollat, pra secila nga ne kemi një 2 apo 3 orë, përfshirë këtu dhe vallet kërcimet e ndryshme. Përpiqemi t'ua bëjmë në mënyrë si një lojë. Përpiqemi t'ju tregojmë histori të ndryshme të shkurtra, duke ju dhënë atyre vetëm datat e rëndësishme për të mos i bërë fëmijët, pra për të mos i futur shumë në botën e historisë dhe pastaj nuk mbajnë mend asgjë. Përpiqemi të zgjedhim datat kryesore dhe ju japim atyre në mësim bullet points, pikat kryesore. Okay. Pra, ju japim atyre pikat kryesore të asaj tradite që ne duam të shpërndajmë atë ditë, të asaj historie. Pra, varet nga tema dhe përpiqemi të kapim gjërat më kryesore që fëmijët t'i mbajnë mend, t'i mësojnë. Gjithmonë shpërndajmë disa fletushka ose nuk dalim nga tematika e librit, ku ata e kanë edhe në mësim për ta lexuar. Gjuha shqipe që ne përdorim është për fëmijët jashtë, pra për fëmijët në diasporë, edhe ka tekste shumë të bukura, ka pralla të bukura. Për çdo shkronjë që ne japim ka një tekst të vogël që ne e lexojmë për fëmijët. Shumë interesante dhe kjo qasje që ju keni ndaj fëmijëve, por po ashtu zonja Ponare, ju nuk leni pas edhe festa të ndryshme kombëtare, nacionale, siç ishte edhe 28-29 nëntori, ku ju ndërmorët aktivitete të shumta apo jo? Po, sigurisht ajo është më e rëndësishme për shqiptarët, por përfshirë këtu edhe shumë datat e tjera që ne i kemi të rëndësishme dhe i festojmë kudo në mbar botën.
Festojmë gjithmonë, në çdo vit bëhet festë e madhe për pavarësinë, dhe jo vetëm atë të nëntorit, por festohet edhe shkurt për pavarësinë e shqiptarëve të Kosovës, ku mblidhen të gjithë bashkë dhe të gjithë festat e tjera. Është bërë një koncert goxha madhështor, të gjitha shkollat e ardhmërisë morën pjesë, me datë 23 nëntor e bëm ne, por kjo datë ishte sepse ishte ditë e diel dhe mundëm të merrnin pjesë të gjithë, por ishte festa e pavarësisë, pra për 28-29 nëntorin. Fëmijët recituan, kënduan, patëm humore të ndryshme, drama, valle, të gjithë ishin veshur aq bukur me kuqezi apo me veshje të ndryshme popullore. Është thjesht një krenari shumë e veçantë të shikosh fëmijët në skenë të flasin shqip dhe të recitojnë vjersha nga autorët më të njohur shqiptar. E vërtet dhe ne kemi mundur që të shohim këto pamje, por nga ana tjetër ju mundoheni që fëmijët i integroni edhe me festat të tjera. Ne kemi shumë shpejt edhe Krishtlindjet dhe vitin e ri dhe besoj që keni ndërmarrë dhe aktivitete të tjera. Po, kemi bërë një plan. Unë tashmë e kam dërguar ftesën në grupin e prindërve që kemi në shkollën tonë, pasi funksionojmë me një grup WhatsApp-i ku unë jap çdo informacion për prindrit, dhe kur them unë, këtë gjë e bëjnë të gjitha mësueset, kolegët e mia. Kemi vendosur të bëjmë një organizim diku te 3 deri në 4 orë, ditën e shtunë me datë 13 që është dhe dita jonë e mësimit e fundit pra për 2025-ën, dhe marrim pushimet para Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kam bërë një organizim të shkurtër, sepse nuk aq është koha. Disa fëmijë do recitojnë, disa do thonë humore, disa do kërcejnë, do përpiqem, domethënë t'ju tregoj disa gjëra të shkurtra që sigurisht kanë lidhje me Shqipërinë dhe tematika më e rëndësishme është ushqimet tradicionale që ne do të shpërndajmë atë ditë me njëri tjetrin. Pra kemi vendosur me të gjitha nënat së bashku do gatuajmë ushqime tradicionale shqiptare dhe ne do ulemi dhe do ham drek të gjithë bashkë si një familje e madhe. Dhe unë mezi po e pres këtë moment sepse besoj se do jetë shumë bukur. Dhe sigurisht do kërcejmë, valle, muzikë, domethënë do jetë tamam një fest, një party që do kënaqemi shumë gjithë, dhe ne prindrit dhe vetë fëmijët. Absolutisht jam i bindur, por zonja Ponari, po britanik që duan dhe të mësojnë shqip, a ka? Deri tani me aq sa kam hasur unë, kam dëgjuar koleg avokat që ma kanë përmendur që kanë vizituar Tiranën shumë shpesh, Tiranën dhe disa vende të Shqipërisë. Dhe duke qenë se puna dhe rrethanat e tyre i ka bërë të vizitojnë vendin, kishin mësuar disa fjalë shqip. Por përveç këtyre, të paktën aq sa kam unë informacion, nuk di që ka interes nga të tjerë, përveç sigurisht siç e thash më herët, janë fëmijët shqiptar, por me njërin prind nga vende të ndryshme, që flasin dhe më shumë se 2 gjuhë, pra flasin dhe gjuhën e prindit tjetër, dhe këta kanë shumë interes për të mësuar dhe vetë. Pra, nëse nëna është nga një vend tjetër, jo shqiptar, ka shumë dëshirë të mësoj dhe ajo vetë shqipen, duke qenë se fëmia i saj ose bashkëshorti i saj është shqiptar. Qartë, por sa nevojë ka zonja Ponari që të ketë ura lidhëse kulturore, artistike mes Shqipërisë si territor, si entitet, por edhe diasporës, në këtë rast britanisë, anglisë ku ju ndodheni? Po, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse nëse zëri jon dëgjohet dhe nëse ne ndajmë gjëra kaq të bukura me njëri tjetrin, dhe pse jemi pra shqipfolës dhe shqiptar jashtë krajinave të Shqipërisë, është shumë e rëndësishme që ne të kemi lidhje dhe ne t'ju japim një mesazh dhe fëmijëve atje të flasin shqip, sepse kam dëgjuar vitet e fundit që kur vim dhe vizitojmë Shqipërinë, shumë fëmijë po flasin anglisht. Shumë fëmijë të shkollave fillore, atje është, nuk e di, është bërë si një trend dhe po flasin anglisht për shembull.
Dhe personalisht nuk jam dakord me këtë. Ndoshta e kam gabim, por nuk jam dakord me këtë gjë. Jam dakord se gjua shqipe të ruhet, mos të shkurtohet, dhe është një gjuhë kaq e bukur që ka shumë vlera dhe fëmijët që dinë anglisht dhe mësojnë anglisht në Shqipëri, sigurisht le ta mësojnë si gjuhë të dytë, por jo për të shuar shqipen. A keni menduar një herë të riktheheni në Shqipëri? E mendoj në një të ardhme të largët, që mund të kthehem në Shqipëri, por në një të ardhme të afërt, nuk do kisha dëshirë, pasi sakrifica, mundi dhe çdo gjë që ne po bëjmë, puna që është kaq e rëndësishme për ne çdo ditë, besoj se do ishte më mirë të qëndrojmë për momentin këtu ku jemi. Por në një të ardhme të largët e mendoj pse jo, sepse gjithmonë na flesh shpirti dhe ndihemi më mirë kur jemi në tokat e Shqipërisë. Shumë mesazh i bukur kjo, zonja Ponari, por keni një mesazh tjetër për të gjithë shqiptarët, për komunitetin tuaj të diasporës në Britani? Është një komunitet jo i vogël, duhet të thënë, që kontribuojnë në fusha të ndryshme, por nëse bëheni të gjithë bashkë, çfarë mund të arrini? Do ishte shumë fort që të bëhemi të gjithë bashkë. Është një mrekulli të shikosh shqiptar anë mban botës dhe thanë kjo, pra sa jemi bërë kaq shumë në Mbretërinë e Bashkuar. Mesazhi që do ju jepja ishte, pra do jetë është më mirë të mos e kthejmë kokën kur shikojmë njëri tjetrin. Është më mirë të mos bëjmë sikur nuk e dëgjojmë shqipen tek njëri tjetri. Të jemi sa më të bashkuar, të jemi sa më të mbledhur, t'i tregojmë shtetit anglez që ne jemi shumë njerëz punëtor, shumë njerëz që mundohemi të japim vetëm mesazhe të bukura, jemi njerëz me tradita, me kultura, të zgjuar, të bukur, dhe kemi shumë gjëra për të treguar tek të gjithë. Do ishte shumë bukur që ne të jemi sa më të bashkuar, të festojmë, të mblidhemi, të gëzojmë për njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin gjithmonë. Thënë këto, a janë paragjykuar shqiptarët në Britani? Ndonjëherë po. Kishim rastin e ministres para 2-3 vitesh, nuk e mbaj mend saktë datën, që i quajti shqiptarët në thonjza kriminela. Jo, ky është gabim, ky është një gabim, ky është një mesazh i gabuar që zonja ministre ka dhënë para pak vitesh kohësh, nuk jam me saktë tani me datën, sepse shqiptarët nuk janë kriminela. Është e vërtetë që disa nga shqiptarët kanë hyrë ilegalisht apo disa gjëra të vogla, por kjo nuk na bën ne shqiptarëve kriminela. Kjo gjë është diçka që thjesht varet nga jeta e dikujt, varet nga situata e dikujt. Shqiptarët kanë treguar me vite me radhë me Shqipëri që janë njerëz shumë punëtor, që janë njerëz biznesmena, që janë njerëz që shikojnë punën e tyre, që janë njerëz kanë kryer shkollë të larta, kanë ecur përpara, pra kanë zënë vende nga më të ndryshmet në Britaninë e Madhe dhe janë njerëz të zgjuar, njerëz të mirë dhe njerëz që kanë çfarë japin nga vetja e tyre. Kështu që besoj se ky mesazh do ishte më i bukur për t'u kaluar dhe jo të quheshin shqiptarët kriminela nga një ministre, thjesht që ka zënë një vend, një pozitë dhe do të flasit diçka. Qartë, zonja Ponari, faleminderit shumë që ishit me ne, shumë faleminderit për punën tuaj dhe shumë urime njëkohësisht. Është një sipërmarrje shumë e rëndësishme dhe urimi joni vetëm si familje që jemi këtu është që të shtohen sa më shumë njerëzit si ju dhe të kontribuojnë për gjithë shqiptarët ku do ndodhen. Shumë faleminderit. Do jetë kënaqësi për mua, është një punë që po e bëj me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi dhe ata nxënës të mi tani, të gjitha kolegëve të mia janë si një familje e madhe. Pra ne i quajmë fëmijë dhe kur i kemi të gjithë bashkë, i kemi si fëmijët tanë, si një nën me shumë fëmijë. Ndihem kur jam pranë tyre. Të falenderoj shumë. Më lejo të jap edhe një urim për festat, meqense është herët,
por me qenë se jemi në prag festash dhe shumica prej nesh fillojnë dhe i festojnë pak më herë duke qenë se mbyllen shkollat, punët e tjerë e tjerë. Më lejo t'ju uroj të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen në Shqipëri dhe jashtë saj, gëzuar festat, qofshi mirë me shëndet, mbarësi e lumturi kudo, qofshi gjithmonë pranë familjeve tuaja dhe sa më të lumtur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve.